Në kuadër të promovimit të shëndetit publik dhe rritjes së ndërgjegjësimit për sigurinë gjatë sezonit turistik veror, Drejtoria Rajonale Operatorit të Shërbimeve të Kujdesit Shëndetësor në bashkëpunim me Njësinë Vendore të Kujdesit Shëndetësor në Shkodër dhe Qendrën Shëndetësore Verore në Velipoj zhvilluan aktivitetin ndërgjegjësues me temë Shëndeti i sigurt në plazh. Gjatë panelit u trajtuan tema që lidhen me masat parandaluese për shmangjen e incidenteve në zonat bregdetare, mbrojtje nga ekspozimi i zgjatur ndaj temperaturave të larta dhe rrezatimi diellor, kujdesi ndaj fëmijëve dhe grupeve vulnerabël, si dhe rëndësinë e reagimit të shpejtë dhe ofrimit të ndihmës së parë në raste situatash emergjente. Ky panel diskutimi ndërmjet profesionistëve të shëndetësisë, por edhe të institucioneve tjera si bashkëpunëtorë të bashkisë, ekipeve të shpëtimit në plazh, nutricionistëve, do të na shërbejë si mesazh për të shpërndarë përvojat e ndryshme ndërmjet profesionistëve, për të përforcuar bashkëpunimin ndërmjet institucioneve, por edhe për të shpërndarë dhe përcjell mesazh lidhur me kujdesin e shëndetit dhe sigurinë gjatë sezonit veror. Për sa i përket problematikave, rasteve të cilat paraqiten pranë institucioneve tona shëndetësore, janë situata gjendje shëndetësore të rënduara nga temperaturat e larta apo gjendje mbytje të pushuesve në bregdetin e Velipojës, sigurisht edhe të rrjollet. Këshillat janë të mos ekspozohen gjatë pikut të orarit të temperaturave të larta, të ndjekin këshillat e institucioneve shëndetësore, të mjekut të familjes, si dhe të konsumojnë sa më shumë lëngje, ushqime të shëndetshme. Grupet më të rrezikuara ose më vulnerabël janë fëmijët pubertal, infantil, moshat e treta dhe personat me smundje kronike, ku veçojmë problemet kardiake, zemrës, problemet e mushkërive, diabetit dhe ata që kanë kaluar insulte cerebrale, që duhet të kenë shumë kujdes. Moslënia e fëmijëve apo të moshuara dhe grupe që përmend që janë vulnerabël për një kohë të gjatë ekspozuar në diell, dhe raste që kemi hasur lënien e fëmijëve në makinat parkuara me xhamat mbyllur, sepse është një situatë shumë riskioze për këta fëmijë. Në vijim të aktivitetit, stafet shëndetësore zhvilluan komunikimin e drejt për drejt me pushuesit, duke ofruar këshilla praktike dhe materiale informuese për adoptimin e sjelljeve të sigurta dhe mbrojtjen e shëndetit gjatë sezonit veror.